Kryeministri Edi Rama u prit këtë të hënë në Pallatin Elysen nga presidenti francez Emmanuel Macron, ku zhvilloi një drekë zyrtare pune në kuadër të dialogut të nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe Francës. Takimi vjen në një moment të rëndësishëm për marrëdhëniet mes dy vendeve tona, teksa Tirana zyrtare synon të avancojë procesin e integrimit evropian dhe po përgatitet për organizimin e samitit të NATO-s vitin e ardhshëm. Franca mbetet një nga partnerët kryesorë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa presidenti Macron ka qenë ndër mbështetësit më të zëshëm të perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor. Marrëdhëniet mes Ramës dhe Macron janë intensifikuar vitet e fundit përmes një serie takimesh dypalçe. Vizita e presidentit francez në Tiranë në vitin 2023 u pasua nga udhëtimi i kryeministrit shqiptar në Paris në prill 2024 dhe më pas nga vizita e dytë e Macron në Shqipëri në maj të vitit 2025. Gjatë kësaj periudhe, dy vendet kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si energjia, turizmi i qëndrueshëm dhe inovacioni. Një nga projektet më të rëndësishme lidhet me zhvillimin e turizmit në rajonin e Korçës, në bashkëpunim me Agjencinë Franceze për Zhvillim. Takimi në Paris konsiderohet një tjetër sinjal i forcimit të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Francës, në një kohë kur mbështetja e vendeve kyçe të Bashkimit Evropian mbetet vendimtare për rrugtimin evropian të Tiranës.